Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini një gotë nga ky lëng esëll në mëngjes dhe shëron menjëherë këto 7 probleme. Kur mendoni për lëngjet, lëngu i karrotës me siguri është i fundit që ju vjen në mendje. Lëngjet e portokallit, mollës, ananasit dhe rrushit janë më të popullarizuara, sidoqoftë nëse nuk e preferoni karrotën ta gatuani, pirja e lëngut të saj mund të sjellë një sër përfitime shëndetësore. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet që mund të keni nëse pini lëng karrote. Mund të rrisë metabolizmin tuaj. Vitamina B në lëngun e karrotës ndihmon trupin tuaj të ndajë yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet dhe të shndrojë ato në energji. Ajo gjithashtu ka fibër dietike të cilat mund t'ju ndihmojnë të menaxhoni peshën tuaj. Është i mirë për shëndetin e syve. Vitamina A në lëngun e karrotës është thelbësor në shëndetin e syve, është e rëndësishme për ngjyrën dhe shikimin në dritë të ulët, dhe mbron në sipërfaqen e syrit, gjithashtu zvogëlon rrezikun për të marrë probleme të caktuara të syve, si degenerimi makular që lidhet me moshën. Mund të forcojë sistemin imunitar. Karrotat përmbajnë karotenoide, ato veprojnë si një pararendës i vitaminës A, e cila mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Lëngu i karrotës mbështet rritjen e shpërndarjes të qelizave të cilat janë në qeliza të bardha të gjakut që mbrojnë trupin tonë nga infeksione. Vitamina C, e cila gjendet te karrotat, gjithashtu mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar. Mund të zvogëlojë rrezikun e prekjes nga radikalet e lira. Karrotat përmbajnë lëndë ushqyese që kanë efekte antioksiduese, të cilat mund të ulin rrezikun e prekjes nga radikalet e lira. Kjo do të thotë se neutralizon radikalet e lira të cilat mund të dëmtojnë qelizat tuaja dhe madje të dëmtojnë ADN-n tuaj. Fibra dietike të karrotat gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e disa llojeve të komplikacioneve. Janë të shëndetshme për lëkurën. Vitamina C, E dhe K, të cilat janë të pranishme në lëngun e karrotës, mund të promovojnë në shëndetin e lëkurës. Vitamina C, përveç se është një antioksidant, gjithashtu mund të bëjë që të keni edhe një funksion mbrojtës kundër radikaleve të lira. Për më tepër, ka një efekt antiplakje sepse ndihmon në prodhimin e kolagjenit, në shërimin e lëkurës së dëmtuar dhe parandalimin e rrullave. Vitamina E gjithashtu mbron lëkurën tuaj nga dielli dhe trajton inflamacionin. Vitamina K luan një rol të rëndësishëm në shërimin e plagëve, kështu që mund të ndihmojë me plagët dhe me strijat. Është shumë i mirë gjatë shtatzanisë. Kur jeni shtatzan, keni nevojë për acid folik, hekur, vitamina kalcium, vitaminë B, vitaminën A dhe vitaminën C. Lëngu i karrotës së papërpunuar është një burim i shkëlqyer i këtyre lëndëve ushqyese. Për shembull, një filxhan me lëng karrote do të ofrojë 10% të sasive të rekomanduara ditore të kalciumit. Në 100 gram do të keni gjithashtu rreth 10% të përmbajtjes së rekomanduar të vitaminës C, e cila ka ndikime pozitive edhe në shëndetin tuaj. Lëngu i karrotës konsiderohet me vlera të larta ushqyese pasi siguron saci të konsiderueshme të kaliumit dhe të vitaminës C në trupin tuaj, citon mbrojtësaj. Konsumi i tij forcon imunitetin dhe përmirëson ndër të tjera shëndetin e lëkurës dhe të syve. Por le të shohim disa nga detajet më të mira mbreslënse të përfitimeve të lëngut të karrotës sipas mbrojtësaj. Lëngu i karrotës përmban lëndë të panumërta ushqyese dhe pigmente karotenoide të tilla si luteina dhe zeakanthina, të cilat veprojnë si antioksidantë dhe luftojnë radikalet e lira. Ai mbron syt. Vetëm 250 ml lëng karrote përmban më shumë se 250% të vlerës ditore të vitaminës A, kryesisht në formën e karotenoideve, të tilla si beta-karotene, e cila është jetike për shëndetin e syve. Rrit imuniteti. Lëngu i karrotës mund të rrisë funksionet e sistemit imun. Vitamina A, C që gjendet te lëngu veprojnë si antioksidantë dhe mbrojnë qelizat imune nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Studimet kanë treguar se disa përbërje të gjetura në lëngun e karrotës mund të sigurojnë një mbrojtje kundër radikaleve të lira. Në veçanti beta-karoten dhe luteina mund të kenë efekte të mira kundër këtyre qelizave të dëmshme. Ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i sasive të vogla të lëngut të karrotës mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Në veçanti, studimet e minjt me diabet të tipi 2 kanë treguar se ulin sheqerin dhe përmirësojnë treguesit e tjerë të lidhur për shkak të përmbajtjes së tij të probiotikëve, pra bakterieve të dobishme që ndikojnë në mikroorganizmat e zorës të shoqëruar me diabet.
Është e dobishme për lëkurën. Një gotë me lëng karrote siguron mbi 20% të vlerës ditore ushqyese për vitaminën C, e cila është e nevojshme në prodhimin e kolagjenit, një përbërje që është e bollshme me proteina bimore në trup dhe sigurojnë elasticitet dhe forcë të lëkurës. Ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e zemrës. Lëngu i karrotës ka të ngjarë të ndihmojnë në uljen e rrezikut të shfaqjes së problemeve kardiake. Është një burim shumë i mirë i kaliumit, një metal që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e duhur të presionit në gjak. Kështu mund të cilësohet si një nga alternativat më ushqyese të organizmit tuaj. Përfshirja e këtij lëngu vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Kështu që sigurohuni ta keni pjesë të recetave tuaja. Mbron shëndetin e mëlçisë. Karotenoidet mendohet se rrisin shëndetin e mëlçisë. Me shumë studime sugjerohet për efektet e tyre antiinflamatore dhe antioksiduese që mbrojnë nga sëmundjet e mëlçisë yndyrore jo alkolike, të cilat ndodhen kur yndyrnat grumbullohen në mëlçisë si rezultat i mbipeshës dhe problemeve të komplikacioneve të tyre. Në fakt, ekspertët kanë treguar se karrota dhe lëngu i saj mund të sjellë shumë përfitime për organizmin e një të rrituri dhe gjithashtu mund të përmirësojë shëndetin kundër radikaleve të lira. Karrotat janë të pasura me beta-karoten, fibër antioksidues dhe përfitime të tjera mbreslënëse shëndetësore. Konsumi i tyre si një snack është një zgjidhje e zgjuar që ju siguron fibra të mjaftueshme për të konsumuar si lëng që kanë më shumë vitamina dhe minerale. Pra le të shohim disa nga përfitimet që do të ofrojë lëngu i karrotës. Është i mirë për shikimin. Beta-karoteni është një antioksidant që rrit të ndjeshëm shikimin. Ka gjithashtu shumë vitaminë A. Por çfarë do të thotë kjo? Nëse kaloni pjesën më të madhe të ditës para ekranit, merrni një gotë me lëng karrote 100 gram, është më se e mjaftueshme për të marrë nivelet e saj. Forconi sistemin imunitar. Beta-karoten nuk është i nevojshëm vetëm për shikimin, është i rëndësishëm për sistemin imunitar, sepse ndihmon trupin të mbrohet nga viruset e dëmshme, në të njëjtën kohë redukton inflamacionin. Do të keni një lëkurë të mirë, po kërkoni një mënyrë natyrale për ta pasur lëkurën më të shëndetshme. Ndaloni së kërkuari. Lëngu i karrotës përmban antioksidant dhe ka vitaminën C, që kombinohet edhe për mrekulli për shëndetin e lëkurës. Lëkura mbrohet nga radikalet e lira që janë të dëmshme në qelizat e vitaminës C, duke rritur prodhimin e kolagjenit natyral. Lëngu rinon dhe elastikon lëkurën tuaj. Antioksidantët janë gjithashtu të mirë për shëndetin kardiovaskular. Ullëntimet kanë treguar se lëngu i karrotës çon në qarkullim të mirë të gjakut. Pra është një thelb i mirë edhe për stërvitjen sepse ju lejon të merrni frymë më lirshëm dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet tuaja të shëndetit. Të jetuari i shëndetshëm është një stil jetese dimensional që padyshim përfshin edhe pirjen e lëngut të karrotës. Ky lëng është i pasur me beta-karoten që jep organizmit vitaminën A, vitaminën e kompleksit B, vitaminën E dhe shumë minerale të tjera. Nëse konsumoni një gotë me lëng karrote përpara çdo vakti, do të rrisni shatësinë e sekretimit të lëngjeve trece dhe do të rrisni oreksin. Do të përmirësoni shikimin. Lëngu i karrotës përmirëson shikimin fal përmbajtjes së beta-karotenit dhe luteinës, të cilat mbrojnë syt. Mëlçia e kthen beta-karotenin në vitaminën A dhe më pas e kthen ato direkt në retinë. Vitamina A më pas e kthen në rodopsin, një përbërës i nevojshëm për një shikim të shëndetshëm, sidomos në errësirë. Lëngu i karrotave përmban kalium, i cili ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit. Kaliumi së bashku me manganin dhe magnezin ndihmojnë në ekuilibrimin e niveleve të sheqerit, rrjedhimisht duke parandaluar diabetin. Është i mirë për shtatzanat. Konsumi i lëngut të karrotës gjatë shtatzanisë ndihmon nënën dhe foshnjën të përtithë të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme. Lëngu i karrotës gjatë shtatzanisë dhe më tej përmirëson cilësinë e qumshtit të gjirit, sepse është i mbushur me vitaminën A. Nëse e pini këtë lëng për gjatë 3 muajve të fundit të shtatzanisë, atëherë do të merrni edhe përfitime më të mira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.